Mirënama dhe mirë se vini në kallëzo për një me. Gjatë fushatës së fundit të zgjedhjeve, qindra informacione ju servuan publikut ishin të gatume në dhomat e propagandës së jashtme, e bashk me këtë edhe të dizajnume në dhomat e propagandës së partive politike brenda venit tonë. Qindra materiale të cilat janë të pavërteta, u shpërndan gjatë këtyre zgjedhjeve për kandidatët për deputet, duke ndiku kështu në uljen e kualitetit të informacionit edhe në orientim gabum tek qytetarët. Qëllimi ishte pra me i orientu gabushëm qytetarët. Gjatë kësaj jave, ne kemi publiku raportin e monitorimit të medjave gjatë fushatës zgjedhore, edhe ky raport tregon qartë edhe me shembuj konkret që jashtë vendit pati një plan strategjik për me dëmtu kredibilitetin e zgjedhjeve në Kosovë, ndërsa brenda vendit, partitë politike përdorën gjuhën e urrejtjes edhe dezinformata si armë për me i sulmu kundërshtarët politik. Në mungesë të një debati përmbajtësor mbi programet politike, publikut ju servuan informacione gjysmake e të manipuluara të cilat padyshim që ndikuan në vendimarrje. Raporti i jonë konstaton që edhe këtë radhë sistemi dështoi për të ruajtur publikun nga ndikimi i skajshëm i dezinformatës në zgjedhje. Për fat keq, sërish kandidatet gra u bon caku primar i fushatave dehumanizuese edhe dezinformuese. Se cilat ishin burimet edhe pasojat e dezinformatës në zgjedhje, këto do i diskutojmë me panelistët sonte, të cilët janë Mimoza Kusari Lila nga Alternativa dhe Vetëvendosja, Paris Guri nga LDK, Visar Prebreza që e udhëheq rubrikën Krypometri, që i zbulon dezinformatat për njerëz të saktuar edhe krejt ata ndaj të cilëve shpërndahen dezinformatat, edhe Kreshni Gashi, kryeredaktor në kallëzo.com dhe koautor në raportin e dezinformatave që u publiku këtë javë. Ndoshta me fillu me ty Kreshnik me na dhoni një përshtypje të përgjithshme. Mas 3 muaje të analizimit raportit, 4.000 artikuj i keni analizu, 20 televizione bashkë me 6 autor tjerë, jo veç ti vetë. Çka është konstatu? Çka janë dhonat kryesore për çati raporti? Dhona kryesore, se gjetja kryesore që ne mujmë me konstatu sot është që sërish dezinformata na kanë zonë pa përgatit, si shoqëni, si shtet dhe si audiencë publike. Ajo që na kemi mri me konstatu me raport është që fatkeqësisht vendi jonë vazhdon me qenë target i dezinformatës ose influencës prej jashtë, e cila synon shtetin e Kosovës me e shpërfaq si projekti dështum, si projekti që nuk mrin me funksionu dhe si vendi cili është në një krizë të vazhdueshme dhe në një pasiguri të përgjithshme. Pse pe themi na kanë zonë pa përgatitur, është fakti që edhe përkundër ngritjes së zonit me vitet të tona, që influenca ruse ose politika e Kremlinit synon Kosovën me destabilizu, të e përdor dezinformatën si mjet të tillë, institucionet e vendit kanë qenë të papërgatitura për me u përballë me këtë sulm edhe me këtë propagandë. Raporti konstaton të paktën 32 mesazhe të cilat në esencë kanë dezinformata për vendin tonë dhe të cilat janë gatu, po e quajmë në gjuhën e popullit, në strukturat propagandistike të Kremlinit, të cilat janë shpërndarë dhe janë përdor për kredibilitetin gjatë zgjedhjeve në Kosovë. Këto dezinformata nuk janë dezinformata të cilat lehtë identifikohen ose janë black and white ose të bardha mbi të zezën, mirë po janë bukur të sofistikume dhe ne i gjejmë të ripërdorur, ritransmetuara brenda vendit tonë. E dyta, sërish kemi qenë të papërgatitur me u përballë me dezinformatën ose lajme të rrajshme ose narrativën dezinformuese e cila vjen prej Serbisë dhe reagimi institucional sërish ka qenë mendoj i gabum ose në qasjen tjetër. Politika është në zonë pa përgatit sërish në raport me dezinformatën, këto e kemi konstatu të përdor eksperiment social, po dhe të e pa ndikimin e dezinformatës të kandidat për deputet ose të njerëzit që cilët kanë folë në audiencë, edhe mediat po ashtu, sërish kemi pas probleme për shkak se nuk kanë mri me zhvillu programet të cilat janë të fact checkut ose programet të cilat
kontrollojnë secilin informacion i cili del në audiencën publike. Pse po e themi na kanë zonë shumë pa përgatit, është fakti që njëna prej fatkeqësive të kësaj fushate është që kemi hyrë në zgjedhje pa e pas Komisionin për Media aktiv dhe pa e pas një kontroll strukturor mbi përmbajtjen televizive, gjë që ka kriju pasojë pastaj shumë të mëdha dhe këtu mendoj që shteti jonë ose Kuvendi i Kosovës ka dështuar në drejtim të trajtimit sistematik të kësaj teme. Në nivelin strategjik sërish ajo çka mendoj që partitë politike ish dasht me përçu tek qytetarët e që edhe raporti e reflekton është fakti që komunikimi një drejtimsh i cili është zhvilluar për i partive politike, pra ikja nga debati, shmangja nga debati dhe përdorimi i vetëm fjalimeve si bazë për me zhvillu fushatën zgjedhore e ka dëmtu kredibilitetin e informacionin i cili është përdorur gjatë zgjedhjeve dhe qytetarëve ju ka pamundsu me marrë informacion të mirë dhe me pas një bazë për me marrë vendimarrjen e tyre. Visar, e bën krypometrin kur e prodhon, janë artikuj cilët e masin një rend caktume. Kush ka qenë viktimat më të mëdha? Cilat kanë qenë viktimat më të mëdha të krypometrit gjatë këtyre zgjedhjeve? Për kanë mas shumë ti ke bo krypometra. Realisht nëse fillojnë kanë qenë gjitha figurat kryesore të partive politike janë cak i dezinformata. Për shembull, nëse flasim për kandidat për kryeministër, nëse i marrim në balans të tretë kanë qenë, të katërt kanë qenë viktima të dezinformatave. Dhe nëse i sheh postimet që në për rrjetet sociale, ti mendon që i kem 4 kandidat për kryeministër, të gjithë janë të lidhur me Serbinë, të gjithë punojnë me Serbinë, të gjithë janë shpionë të Serbisë. Pra mundesh me gjetë që kjo vazhdon me qenë narrativa kryesore portretizimi që të na politikanët janë me Serbinë. Edhe kur i lexon gjithë dezinformata thu qysh kanë arrit ta politikanë në shpall pavarësinë. Nëse Ramush Haradinaj është me Serbinë, Lumiri të ka me Serbinë po ashtu, Albini me Serbinë, edhe Bedri Hamza të ka Shoki Radojqić, dhe qysh ka mundësi këta politikanë këto parti politike me shpall pavarësinë. Pra gjitha kanë qenë dezinformata cilat janë shpërnda. Pra merret kryesisht çysh funksionon dezinformata. Dezinformata nuk është një postim që është tërësisht i rrem. Pra kur flasim na për narrativ, për shembull, merret një takim i Ramush Haradinaj me Radojqićin dhe ai gjithmonë portretizohet si shoku i Radojqićit. Ai ka qenë duke negociu për koalicionin, që është san komplet normal. Sot është duke i taku kryeministri i Kosovës gjitha partitë politike. Ove, qaj njeri i akuzon tjertë për vegël e Serbisë? Po janë, unë po flas që domthonë për viktimat që janë, e tani flas për ata që e bojnë. Pra, këta gjithë janë viktima dhe gjithë prapë luajnë rolin e njëjtë. Pra, nëse e shohim lëvizjen vetëvendosje janë viktima që portretizohen si pro argat të Serbisë, shpion të Serbisë, në anën tjetër ti i ki prapë njerëz të lëvizjes vetëvendosje që dalin në tubime elektorale dhe thonë vota për opozitën është votë për Serbinë. Atë qysh? Tash narrativa, na po flasim për krypometrin që i konstaton disa postime që janë të rreme, po ato janë veç eskalim i gjuhës së politikanëve. Pra, nëse ne politikan del në një fushat dhe thot vota për opozitën është votë për Serbinë, njerëz cilët prodhojnë dezinformata veç e marrin një fotografi, ja vendosin dikujt në një kapele që është me simbol nacionaliste serbe, një politikan, edhe thonë që, apo she? Qështu tha ish kryetari i Kuvendit, domethënë Glauko Njufsa ka pas një citat e tillë, që a shihni këtë personin tash kjo. Unë çka du me diskutu këtu është po ashtu që na mendojmë që një fotografi që është montazh tepër e keqe, na mendojmë që secili unë e di dhe të gjithë e dinë që ajo është montazh. Nuk është ashtu. A dini që në një postim që është postimi më i pabesueshëm në botë, 1.000 vetë, 10.000 vetë shpërndajnë. Për shembull, janë disa videot kinse Begjet Pasolli kom i dhëru 10.000 euro, shpërndajnë ko paskohe. Ose kinse një market i caktun kom i dhëru një vetur, kushti për me shpërnda është, domethënë me fitu qatë 10.000 euro është me shpërnda qatë postim 3 herë, me komentu në lënj. A dini që 10.000 njerëz e bojnë share, janë 10.000 votues cilët i besojnë një çështje të tillë. Pra njerëz, kur edhe nëse një fotografi është tepër që me thonë e bune keq, mos flasëm tash për AI, se kena me folë për ato. Njerëz i besojnë. Mirë, ti po mi përmen 4, me gjithate, që po vrejone, po mi përmen 4 burra sulmum kryeministrat. Kallëzëm, raporti po konstaton që gratë janë matë sulmume. Cilat gra edhe qysh e keni konstatu që gratë
kanë qenë në këtë fushat mas sulmume se bura? Tash, gratë të zëshme janë të sulmune. Domthon, secili politikan që që është tu e marrë vëmendjen pak më shumë, që ajo me automatizëm shfrytëzohet prej njerëzve që shpërndajnë dezinformata dhe sulmohet. Për shembull, është zonja Mimoza Kusari Lila, që është njëra prej matsulmunëve, është Hykmete Bajrami, që është njëra prej matsulmunëve, Ganimetja, që është prej PDK-s, po ashtu matsulmunë me disa gra tjera. Pra, këtu janë gra cila definitivisht skajshmërisht e sulmuar me absolutisht po, edhe pse ajo nuk është shumë e zëshme, por megjithatë e kam pas sigur që është krahi djathtë i Albinit dhe hajde të sulmojmë sepse po ja them krahun, pra njerëz që shpërndajnë dezinformatë janë goxha të mëshëm. Domethënë nuk janë që bëhet pa strategji. Plus përtej dezinformatë dhe informacionet të strategjia me i sulmu gratë e zëshme? Po strategjia është mi portretizu si dikush që është me Serbin, që është argati Serbis, që kënë vjedh pare për shumë për Hykmeten, vazhdimisht ja postojnë 2.1 milion skandalin që ka qenë atë kohë ministris, ndërkohë kjo ka qenë njëra prej personave që e ka sinjalizu rasin, pra e ka bot madhe, nuk është në akt akuz, nëse kishtë qenë përgjithësi shka në akt akuz, personi cili ka qenë atëherë shefi thesarit, sot është guvernatori BÇK-s, pra prokuroria i ka bo hetimet, e din kush i ka bo vjedhin. Kanë mujt me dhonë dërheqe për shkak se ka ndodhur diçka, mirë po përgjithësi penale prokuroria nuk ka gjetë. Pra s'kem pse i thojmë dikujt na hajnë i cili nuk i ka vjedh ato. Mimoz, jo vetëm gjatë këtyre zgjedhjeve, po prej ka 2 vjet që je personi që del në krypometra vazhdimisht të marrë me ty, sepse ndaj jush përdoren dezinformata të mdhaja, qysh edhe përdoren ndaj grave tjera. Qysh është me arë situatë ku me gjithate, unë po du me thonë, jo veç që je viktim, jo veç viktim, ti je fituse, në fund, apo thojmë që po foljen që shka po dojnë shehri edhe dezinformust, në fund populli s'pi beson. Se në fund ki hi me vota dallushëm ma shumë se kur për para. A është qaj rezultati? Faleminderit Jeta, besoj që nuk do duhet, ndoshta nuk e kisha bërë korelacionin midis nivelit sulmeve edhe vlerësimit publikut, ka ndikim, empatia, definitivisht. Qytetarët e Republikës e kanë tregu, e kanë bërë një farë ndamje të qartë midis asaj se sa mbështesin një gjuhë të vrazh, të egër e mbi të gjitha shpifse, fyse e mizogjene ndaj grave në veçanti apo në politik në përgjithësi, por që unë mbaj në mend në vitin 2015-2016 kur isha kryetare e komunës në Gjakov, edhe u ballafaqova me një kërcënim që merrsi informat prej policisë së Kosovës për një listë të vrasjeve që ish përgatit, së pari një person, së dyti unë, edhe pastaj fillon procedura e policisë për hetime kështu me radhë që doli që ishte një zyrtar i komunës atje aso kohë në komunën e Gjakovës. NDI, do me thënë projekti financuar nga USAID atë botë, e fillon të kampanjen me insistimin e ish sekretarit shtetit që ka qenë presidente e bordit Madeleine Albright, violence is not the cost. Do me thënë, dhuna nuk është çmimi që gra duhet me pagun politik. Ta shka du me lidh është që po është e vërtet që sulmet e brutaliteti është shumë më i madh. Unë mendoj që janë 2 elemente. Ndoshta me e plotësu edhe ato që nuk e çoj deri në fund visari pse sulmohen gratë deri në fund. E para është që synohet me ushqy elementi sociokulturor mbi ato se si portretizohet gruaja. Shumë shpesh e objektivizuar, domethënë si objekt, cila e ka një rol riprodhues për familjen, e cila duhet me qenë bashkëshortja ose vajza dikujt ose bashkëshortja dikujt, domethënë asnjëherë në pronësi të integritetit edhe domethënë të drejtës së vet për vendimarrje, po gjithmonë dikush tjetër është. Dhe në momentin kur një gru ka një zë e cila është diametralisht domethënë jon vi me një burr, po të paktën është shumë unik edhe është autokton, atëherë duhet me e sulmu, se kjo është e përdal, domethënë kjo nuk po hyn ato kornizat cilat na i kena bërë për gratë. Kjo është e para. Edhe elementi i dytë ka të bëjë me perceptimin se gratë në politikë janë më
dopta, për arsye se na e dim, politika jo vetëm në Kosovë, në krejt botën, ndoshta edhe në vendet më të zhvilluara miret si funksion edhe aktivitet e veprimtarie e burrave, prandaj hajtë ta shohim ku është rruga e rezistencës më të ulë. Do të thonë, nëse në një subjekti sulmojmë gratë, ato thehen. Edhe unë shpesh herë në këto 3-4 vitet e fundit si drejtuese e grupit parlamentar e kom pa që edhe në aspektin personal, familjar, ju e dini lajmin në janar të vitit 2022, kur o dal lajmi për orientimin seksual të vllaut tem, në kanal, që s'ka të baj me, do të thonë për martesën e tij, që s'ka të baj asnjë send me aktivitetin tem politik. Synimi nuk ka qenë me u bë lajm ajo publik. Synimi ka qenë me u thy grupi parlamentar në cilin ka pas deputet që janë ma konservativ në bindje, që kanë pas bindje deri ndoshta, po edhe të vërtetuar mandej homofobike, edhe që mandej përmes funksionit tem si drejtuese, thymja jeme edhe përçarja e grupit, pandej përfitimi politik shkon në anën tjetër. Do të thonë unë e kom kuptu që nuk ka pas baj shpesh me qëllimin përveç për mu, qëllimi fundor ka qenë diku tjetër, por përmes kësaj e arrim për arsye se këta thehen ma lehtë. Kjo thehet ma lehtë. E njëjta pastaj ka ndodhur me përgjimet edhe me mënyrën se si janë plasu në opinion në vazhdimsi, me mënyrën se si janë montu, me mënyrën se si janë portretizuar dhe me hapësinën që e kanë zonë studio televizive, cilat mandej ka eskalu komplet. Do të thonë që nuk ka pas më të bëj me të vërtetën. Ka pas të bëj me çka po dojmë na myt rrugë opinionit. Në momentin kur ajo është tepëru, që ky grup ndaj teje çysh është ka qenë i organizuar? A kanë qenë njerëz të njëjtë vazhdimisht tu u organizuar? Mendoj që ka pas agjendë politike. Unë mendoj që ka agjendë politike, edhe besoj që mandej përmes zgjatimeve që politika i ka, ose partit politike, në këtë rast partia më e madhe opozitare, që i ka zgjatime, që do të thonë edhe lajmi i parë ka pas dalë, nëse mbajnë mend, hera e parë ka dalë përmes ish këshilltarit ish presidentit Thaçi, një farë portali që aje e posedon, do të thonë prej tij edhe mandej është hap media tjera, edhe mandej është dashur në 2022 në janar. Edhe momenti, do të thonë, nuk janë këto krejt rastishme, nuk është lajm, e morëm tash piplasojmë. Për shembull se ngjarja ka ndodhur në tetor të 2021-s, lajmi ka dalë me 2 janar të 2022-s. Ka qenë fundjavë, ka qenë festat e vitit ri, do të thonë ku nuk ndodhin shumë sende. Do të thotë plasimet, do të thonë nuk janë këto, un pajtona me 2 parafolësit, edhe Kreshnikun e Visarin që këtu kanë, do të thonë një plan të mirëfillt, por pastaj kanalizohen. Mos ta harrojmë, je të fol për çta kundërshtar politik, të cilëve ti kur e ke nis karrierën mi kujtu njerëzve, kur Mimoza Kuzari ka nis karrierën e vet, e ka nisi zëvendëse e qeverisë PDK-s, atëherë Bajram Rexhepi, po dhe Hashim Thaçi ka qenë pjesa e saj. PDK-s ka qenë atë. Atëherë ka qenë koalicioni i krejt partive. Sidoqoftë, Mimoza ka qenë edhe ministër i qeverisë me PDK. Do me thonë ka qenë në rregull që ka qenë e pas ka pas njëjtin vëlla në qatë kohë, pas ka qenë rregull kur Mimoza ka qenë me ministër i PDK-s, tash është rregull pse është me VV, apo? Po, sakt. Unë do me thonë, unë kom pas kohë edhe kur, për shembull, kur kom qenë në ministre, vetëvendosja ka qenë opozit. Edhe sulmet të cilat atëherë i kom marrë prej atij grupit të lëvizjes vetëvendosje që mo nuk janë vetëvendosje, të cilat prap kanë qenë mizogjene, të cilat prap kanë pas fymi ofendime, edhe shpifje. Ti ke përvojë me të tënë të... Tash i kom përvu, por niveli edhe në kuptimin e shkallës sulmeve dhe peshës që aty bë, tash është të shku, do më thënë, atëherë nëse ka qenë veç ofenduse dhe mizogjene, edhe ka pas synimin ndoshta me të portretizu si të dopt, si vegël e dikujt, aso kohë vegël e Bacit edhe shërptore Hashimit a diçka kështu, ma vonë e ka pas synimin me tregu si përveç se si familje amorale edhe tradhtare. Do më thonë kjo ka shku, por më ndihën përdor metodat që janë penalisht dënueshme. Do të thotë nëse ti e percepton edhe e prezanton një realitet i cili ka të bëjë vetëm me perceptimin e një grus, po shkon deri atje tek këto të fundit, për këto të fundit kom kallëzime penale. Do me thonë, nuk mundemi na me thonë, ma që unë veç e ri edhe qëndroj spektatore mbi gjitha sulmet edhe tentimet për vrasje të karakterit. Se do të thonë 20 vjet do me thonë 22 vjet, realisht si vjet mbohen kur unë jom prezentu skenës opinionit publik në Kosovë si dhe zëdhënse e qeverisë së parë të pas luftës, do me thonë në shtatorës e në tetor të vitit 2003, jemi në vitin 2025, edhe natyra edhe forma e sulmeve e cila
bohet ose është bo ndaj meje, që nuk ka përku me vlerën që unë e besoj, unë e përqej dhe punën që e kom bo mbi të gjitha. Do me thënë, devimit, atëherë tash këto për me e dasht, për me e mri rezultatin ende matë, ato veç kanë shku në vepra të cilat konsiderohen vepra penale. Une nuk po du me të prezentu si dopt, po kallëzëm rezultati është, a ke qenë nëherë ma e votume se qëtash? Jo, asë njëherë, unë këto zgjedhje në vit, do me thonë në zgjedhjet e fundit, unë i kom dalë me 85.707 vota, që një rritje prej 60% prej vitit 2021, kur i kom pas 53.800 për zgjedhje qendrore. Jemi të folë gjithmonë për zgjedhje nacionale. E para vitit 2021, kam qenë në vitin 2019, ku kam qenë, nëse zgaboj, me 24.000 vota. Do të tëtë, prej 2019 dhe në 2021, kom pas rritje 60%, edhe prej 2021 dhe në 2025, prap një rritje prej 60%. Qa po thu, Visar, qysh e kishe përkthy idenë që njeri me mas shumë të dezinformata, piko votat ma shumë se që kur i ka pos në erë. Shikoni, efekti i dezinformatave dhe efekti i rrjeteve sociale. Rrjetet sociale funksionojnë me një algoritëm që është i njëjtë, sa të flas me njerëz kur ti trajnoj, është i njëjtë sikur puna në restorant kur shkon kamarieri. Domthonë, shkon një lyp espresso, dytën espresso, tretën kamarieri ta bën vetë, sepse një person në ora 7 po vjen gjithmonë për lyp espresso. Njëjtë është edhe rrjetet sociale. Pra, nëse një person hyn në rrjetet sociale dhe e pëlqen një postim cilin është kundër zonës kusare lila, asoj, domthonë çati personi gjithmonë rrjetet sociale i shërbejnë postime të ngjashme. Pra, çka bojnë rrjetet sociale? Rrjetet sociale është janë bo studime që e kanë humb mesin, pra e kanë humb numrin e njerëzve që mimozën për shembull nuk e votojnë, po mimozja është e pranueshme për ta. Pra, ose e dojnë ose e urrejnë. Pra, që kjo është efekti i dezinformatave. Prandaj, edhe çështja e rritjes së numrit votave nuk duhemi me pa që dezinformata s'po ka efekt. Jo, po ka efekt. Sepse njerëz të tjerë cilët kanë një numër i madh njerëzve që po e sulmojnë dhe kanë kriju urrëtitje ndaj deputetës, ndërsa njerëz të tjerë e shohin si nevojë për me mbrojtë dhe dalin dhe e votojnë. Pra që kjo është efekti që krijon rrjetet sociale dhe na e shohim edhe në diskutimin publik që ka diferenca të mëdha, pra partitë politike shumë më pak e pranojnë njëna tjetrën. Ka urrëtitje të mëdha. Sot me dal një person, një deputet i LDK-s edhe me fol një fjalë të mirë. Veç me thonë, po, mujnë edhe me bashkëpunu me vetëvendosjen, kanë mjë zgju fushata kundër tyre. Me bo njëjtë me dalë me thonë, zonja kusare lira, diçka të pranueshme për PD-kën, kanë mjë zgju dhe kanë mjë akthy kitë postimet ku i ka pas fotografit afër hashimtasi. Pra, se që kjo është urrëtitja që është kriju për shkak të dezinformatave dhe narrativave që bëhen. Nëse mu jeta kërkoj ndjes, vetëm edhe një dallim deshta mi bo se e pyete ma herët për çështjen e dezinformatave sulme ndaj burrave dhe ndaj grave. Do me thonë, të rasti i grave, shumë ma shumë, do me thonë, këto prezantimi i fotografive ose çështjet e moralit ende po mbesin top në aspektin do me thonë mënyrën se si po mundohet me u eksploatu sentimenti sociokulturor. Do me thonë në kuptimin e monogamis, do me thonë një gru është veç e një burrit, për shembull. Unë shpesh herë, në keni pa, edhe para fushatës që aktivizu nuk e dija i keni pas ju, fotografitë e mia me udhëhec politik. Do me thonë kjo është Mimoza Kusari, një fotografi me Isa Mustafe, një fotografi me Kadri Veseli, një fotografi me Hashim Thaçi, një fotografi me Bexhet Pacolli, një fotografi me Albin Kurtin, edhe një fotografi me Ramushin. Tash, nuk është me rëndësi mo çka jam konun në ato aktivitete. Do me thonë, Kadri Veseli, fotografia që del është kur unë e kom prit në komunë Gjakovës, unë kryetare, ai kryetari kuvendit. Do me thonë kapacitet institucional, si sot si, me thonë Ramiz Ladrovci e pret Albin Kurtin. Ose, për shembull me Isa Mustafen, kur njëjtë e kom prit në aeroport Gjakovës, kur ai ka ardhur si kryeministër, unë kom qenë kryetare komunës. Ose me Ramushin, kur e kena pas një bisedë për çështje të diskutimit afatit zgjedhore, diçka të ngjashme. Nuk ka me rëndësi si gru ti je për dal, ti je dal je taku me krejt. Do me thonë, ti ki bo pazar me krejt. A mundesh se cilit, prej kryeministrit Kurti, e të poshtë, se cili, me se cilin e ka një fotografi. Po vetëm të rasti grave, përdoren fotografit ose përdoret nxitja e sentimentit në të cilin gruaja sulmohet në çështje të cilat janë thjesht çështje të punës, kur jem politik takohesh, si sot po ta jam afër Parisit, po ma qitë një fotografi që Mimoza me LDK-n është të bisedu. A e kuptoni? Ona ma erë të kësaj që po thu, është një dimenzion tjetër që du me thonë që cinikët e kanë prit, Mimoz. Kanë prit që ty, kanë thonë për ty,
dimenzioni tjetër, ka me djeg Albini. E ka shti veç me folj me Milanin, tashë këto zgjedhje e djeg, shpërndon lista të votimit ku nuk e shtin Mimozën edhe e blokojnë qështu, që Mimoza u përdor si dam kolateral, ja u kryvi punën vetëvendosjes, hini negociata, po nuk dul qashtu. Në fund ditës, që këtë dimenzioni atë të rathoj partia, du me folj edhe për qëta. Sepse ti e hongre, si me thonë, sulmin ndaj te mas shumë ti për shkak se vetë vendosja e ka përdor retorikën ndaj tjerve, shpijuna ju që po folni me Milanin, ju të shitun të Serbia ju, e keni bishtin e nxant. Do me thonë, ti je dam kolateral i qasaj politike që vetë vendosja e ka zhvillu gjatë kohës që ishte në opozit. Qështu, o po, edhe krejt kanë pos, do me thonë, empati për ty gjynaqi Mimoza, sepse Mimoza është shumë e hapun, liberalja dhe s'ka sho njerës tjerë, po me vetëvendosja e ka meritu. Tash, pyetja është, a të mbrojti gjatë zgjedhjeve, apo të përkrahje brenda maqinës së partisë, sepse nuk përfundove qështu që shkam prit njerës që keme qenë e djegun. Qësh nuk përfundove qështu? Po, ai perceptimi cilin ti e përmende që e kam fol njerës nuk ka qenë realiteti. Ajo ka qenë dezinformata dhe ka qenë perceptimi që të tjerët kanë dashur me atribu vetëvendosjes edhe kryeministrit Kurti. Unë asnjëherë s'jam ndi si vegël, unë kom kry detyrën time si drejtuese e grupit parlamentar. Unë kom pas debate të njëjta me drejtues të grupeve parlamentare të gjitha partive në kuvend. Do të thonë unë kom pas debat themin e një mbledhjet kryesisë ku nëse zgaboj Arben Gashi i LDK-s më tha, po ti ki fol me ata më shumë se me ne, thash ndalu. Edhe kom nxirr telefonin edhe kom gjetë kit mesazhet. Me Arben Gashin, me Abel Tahirin, me Besnik Tahirin. Detyra jeme ka qenë me diskutu në aspekt të agjendës së kuvendit, agjenden, nëse ka pas ndryshime e të tjera. Asnjëherë nuk e kom qit egon për para, se jo se tim kisha, jo se partia jote më ka ofendu, po e kom di që jom në një funksion i cili kërkon me dalë për te vetes, edhe ato e kom bo. Edhe asnjëherë nuk e kom ndi që dikush më ka shty mu, edhe asnjëherë nuk e kom thirr kryeministra muj me fol me këto. Jo, ka qenë detyre jam në kuvend me fol me njerëz. Edhe ato e kom kry. Prandaj edhe rezultati nuk është me ato që ka është prit për arsye se ata e kanë ushqy, kjo nuk ka përku me realitetin. Asnjëherë nuk ka përku me agjendat për brenda levizje. Atë ka dënu ty, masi që të sulmojshin, partia, atë ka përkroa jo. Po, absolutisht. E keni ndëgju edhe deklaratat edhe publike, edhe gjatë zgjedhjeve. Kryetarit vetëvendosur. Nuk ka menu që kur ta thirim Mimozën të bime, hupin vota. Në fakt, a kanë menu? Nuk e di a kanë mendu, në tubime ka qenë një farë agjende tjetër, se nuk ka qenë agenda e shpërndarjes folësve kështu proporcionalisht e kam pas një agjend tjetër, po në se cilin tubim përfshit tubimin më të madh për mbyllës, unë e kom pas fjallën, edhe në tubimet të tjera, tubimi me gra, tubime në hapsin e mbyllësin në Gjakov që ka qenë në të tjera, asnjëherë nuk e kom ndi, ose nuk e kom përjetu as më të voglin shtymje ose thirrje ose dëm në raport me ato që ka pasoj ke procesi zgjedhor. Arsyeja pse po të pyes është se është mësim për gra tjera. Sepse ka gra që tutën me hin politik kur e shohin, qysh po sulmot Hykmetja, Mimozja, Ganimetja, sidomos kur po e zoshme najherë naj vendim kontravers që e marrin, edhe daljen edhe foljen shumë. Për që ato pares po du me të pyet për qysh e she partia e juj për brenda këtë sulmin ndaj grave. A e keni vrejt, a veç na e kemi vrejt? Po, absolutisht është i vrajt shumë e përmenën edhe kolegë tjerë në menoj që arsyeja pse gratë gjithmonë sulmohen ma shumë se so burrat, është për arsye që në cak i letë. Unë personalisht di shumë raste kur aktivista të caktun, të partive politike, jo veç të LDK-s, po shoqe dhe partive tjera politike, që e kanë sulmu një politikan, ai politikani ka thirrë në telefon, ose ju ka çu mesazh, që e njëjta nuk pritet për një grus. Një gru nuk thirr ty në telefon, një gru nuk supozohet që ty ta çon dikën, ta çon një vëlla ose djali i tij ose del dikush në rrugë edhe të nale, thotë, "Hey, pse tu fulte për çet person", domethënë nuk e ka çat fuqinë fizike që edhe ç'kjo mendoj që është edhe ç'kjo është mendoj që njëna prej arsyeve pse gratë janë gjithmonë cak ma i lehtë. Edhe në LDK gjatë kësaj fushatës, si shumë të tjerë, gratë gjithmonë kanë qenë ma të sulmune. A e të thonë që gratë s'lypin fer, për që ato e konsiderojnë një farë mënyre lehtë. Jo, mendoj që gratë janë më të emancipune dhe nuk e shohin politikën njëjtë që shohin burrat. Shpesher që është fatkeqësi, mirë, po ç'ke mendoj që është arsyeja. Në LDK kemi pas
natyrisht sulme më të mëdha ndaj grave, e përmendet edhe ju Hykmetin, e përmendet edhe Visari 2.1 milionë, që do me thonë so herë të postojsh diçka edhe për Hykmetin, se Hykmetja nëse poston diçka, gjithmonë i përmendet 2.1 milionë, edhe pse ajo është personi që e ka zbulu si skandal. Qyshe përkrani ju partia? 2.1 Qyshe përkro nga milion, partia në qëtë fush? Po partia, mekanizmat e partisë për me përkro një person jenë të ndryshme, mirë po unë po fullin aspe, unë jem kryetari i forumit të rinisë edhe zakonisht që kem bo na për një farë lloj solidarizimi me krejt figurat që kanë qenë të sulmune, jemi mundu me u solidarizu edhe me i dalë në mbrojtje përmes rrjeteve sociale, me zhvillu edhe një farë lloj betejë të argumenteve me qëta që e kanë sulmu. Për shembull, tash e posh edhe për në kryetarën tjetër, Dorsa Kica, Dorsa gjatë vitit 2021 ka garu me listën Guxha edhe ka qenë pjesë e grupit parlamentar të vetëvendosur. Tash e kishin marrë një fotografi që e ka bërë gjatë vitit 2020-2021 ofër Albin Kurtit edhe e kishin qit tash në rrjetet sociale që Dorsa i ka rro pishmën që është në LDK, tash po del fshiu razi po takohet me Albin Kurtin që është eron, mirë po. Paris bashkë pse je kryetari i forumit LDK-s dhe tash po hym për herë të parë deputet, urime që ki hi për ndryshe, je për herë të parë deputet po m'duket edhe në debat tonin. Kallëzom, qysh indikon që kjo fushata ndaj Hykmetis Mimozës të rejave që vinë, dojnë mu bo pjesë e partisë, atë folin shumë për qëto që kanë me mu gjujt, s'kanë me mu gjujt, a e kanë vazhdimisht qëto si breng për çka po thojnë, qysh pe i shprehin menimet e tyre politike. Që është shumë interesant, për shembull kur takohen anë me tri që kanë dëshirë me u kyç në politikë, janë shumë entuziast, kur të vinë zyre, i shohin zyret, janë shumë entuziast se politika me një farë mënyrë duket pak atraktive, kështu mirë, po në momentin e parë që përbollen me çdo është një demotivim jashtëzakonisht i madh. Nuk po fuli veç për gratë dhe për vajzat, po fuli si tërësi, si rini. Për shembull, unë nëse një postere që ka me dal me një media të caktuar, unë i marr 10-15 komente, që unë jem njeri Serbis, një bashkëpunëtor i Miloševićit, unë i kam 28 vjet. Do me thonë, që kam lidhjone me Serbin, që kam lidhjone me Miloševićin. Do me thonë, ka literalisht, ka si komente, që mas ne kur t'i shohin, ka njerë që në ma të përgaditun edhe që kur t'hy në politike din çka i pret edhe din që nuk është krejt lule politika, edhe në ma të fort në aspektin e shëndet mendore, përballojnë ma shumë qëtu sfida. Mirë po ka të tjerë që e she shukun e ti t'u përball me si sulme, edhe që e bën men që kish bo familja jem, nëse e kish po, që unë po përbolla me qësi lloj komende, se fatkeqësisht na e kem hala qëtë aspektin e familjes që ka shumë rëndësi që me nëndë familja për profesionin që jem të e ushtru na. E mas shumë të në politik atakohet familja, e përmeni edhe Mimoza. Po në menoj që problemi kryesor këtu është që Kosova si shtet i ka predispozitat shumë atë mëdhoja për dezinformim. Për arsye që në një, kem qasje së cili në internet, është qasja shumë e madhe sa në vendet tjera të rajonit. Në ndë, tri tonë jënë eksperta të rrjeteve sociale, jënë eksperta të, do me thonë, din me punu shumë mirë me teknologji. Edhe që kjo e bën, do me thonë, shumica e dezinformatave kanë ndodhur në TikTok. TikTok është një platformë pa kontrollune, që nuk mundesh me kontrollu, shumë ma zër. Është e kontrollune realisht. Është e kontrollune. Kemi dalë vetëm ditën e zgjedhje rreth 100 video në TikTok. Po, mirë po. Na e moderojnë. Mirë po, shumë ma vështirë se Facebook. Rreth 100 postime, po. Është shumë ma vështirë se Facebook edhe so Instagrami. Në Facebook edhe Instagram janë do rregulla pak ma strikte që mundesh me i nal. Mirë po në TikTok është shumë ma vështirë. Edhe ti, ajo e më rrin efektin, ti mundesh me nal, ti mësh me bo me raportu një postim edhe ai fshihet postimi mas një dite, po aje më rrin efektin e vetë për një ditë që e ka pos. Hajtë ti spjego ma si politikan i ri, une po du me ta kundërshtu që për mrin efektin. E di edhe ti, edhe Visari dhe Kreshniku po thuni, për mrin efektin dezinformimi. Po unë po të thëmë që njerës të sulmum, une jam kogja dhe qysh optimiste kur e kom po që Hykmetja, Mimoza, Ganimeti Muslimi, që jën bo gjahel, jën sho pa rezerva, jën gratë ma të votume. Zdi, kom predispozit me qenë optimist. Që të tregojnë. Kallëzëm pse ka. Që pse ka.
Për shembull, nëse Parisi, për marr shembull vete, nëse Parisi goditet. Për shembull, unë e kam në gjykat ma ka një kallëzim penal prej Fatën Pecit që më ka qujt udhëheci organizatës kriminale. Edhe tash e ka postu edhe në Facebookun e tij, edhe absolutisht E ki rastin te ki pa dit, Fatën Pecit? Jo, Fatën Pecit më ka pa dit mu. A te ki qujt ato udhëheci? Ai më ka qujt mu udhëheci organizatës kriminale, forumin e se ka qujt si organizatë kriminale, unë udhëheci organizatës E kriminale. te qka i ki thonë ati? Unë e kom qu në gjykat për raste subvencioneve. Okej. Edhe po çfarë po du me thonën është që normalisht që struktura e partisë, struktura e LDK-s, mu më del mbrojtje, solidarizohet me mu. Normalisht që struktura e LDK-s i del në mbrojtje hykmetës edhe solidarizohet me hykmetën kur kundërshtari e godet. Normalisht që struktura e vetëvendosjes e mbron mimozën kur të tjerët e godasin. Mirë po dezinformata ndikon ty në kredibilitetin general në popull. Ti mundesh me urrit në parti. Ti mundesh me marr vota në parti, në familjen tonë, në shtëpinë tonë politike që e ki. Mirë po ty dezinformata të ndikojnë në perceptim general në popull. Sto që po thot Visari, Mesi vazhdon me qenë. Problemin e këtyre zgjedhjeve, domethënë përpos ndikimit prej jashtë që kemi pas, edhe mungesës së dijes, përgatitjes dhe kapacitetet mu përballë me çka të vjen prej Rusisë, prej Serbisë, prej Kinës. Na e kemi edhe një ndryshim të qasjes së të bëmit politik në vendin tonë. Dhe në këto zgjedhje, na kemi pas vizione strategjike të partive politike që duke përdorur gjuhën dehumanizuese dhe gjuhën e urrëties me i fitu zgjedhjet. Dhe kjo është e konstatuar në raport, është e konstatuar me statistika, me vendime të PZAP-s. Pra, normalisht na duhet me përmend qartë edhe me thonë troq. Vetëvendosja është përgjegjësi kryesor për gjuhën e urrëties e cila ka qenë në zgjedhjet e fundit. Jo pse po e thonë me këto, po e thot PZAP-ja. PZAP-ja tregon që në 19 raste vetëvendosja është konstatuar që ka përdorur gjuhë të urrëties ndaj kundërshtarëve politik. Pra, jo një rast, jo dy, 19. Është partia me mas shumti dënime për gjuhë të urrëties. Dhe njerëzit të cilët janë dënuar nuk janë njerëzit të zakonshëm. Janë struktura më e lartë e partisë. Pra, është dënuar Albin Kurti, është dënuar Glauko Njufca, është dënuar Donika Gërvalla, është dënuar Fitore Pacolli, është dënuar Albulin Haxhiu. Pra, gjuha e urrëties e ka një emën në vetëvendosje. Burimet e gjuhës së urrëties në vetëvendosje e kanë këtë. E në gjuhë të urrëties parti tjera mas janë nisin me thonë. LDK kanë mas shumë. është një rast i shpërndarjes së një informacioni në të cilin njëna prej kandidatëve për deputete ka shpërndar një video ku Albin Kurti portretizohet si Hitleri. Nuk e ka kriju, po e ka shpërndar dhe LDK është dënuar me 20.000 euro. Është një vendim për gjuhë të urrëties për LDK-n. PDK-ja si parti prej kandidatëve për deputet nuk e ka asnjë dënim. AK-ja i ka disa. 4 ose 5 nëse nuk gaboj. Pra, e kemi vetëvendosjen me mas shumti, AK-ja është e dyta, partia Lëvizja për familjen, po ashtu është e ndëshkuar me disa herë, duket 6 herë ka qenë edhe ajo e ndëshkuar për gjuhë të urrëties, kryesisht për mesazhet kundër komunitetit LGBTI+. Çka ndodh tash? Këto mesazhe, kjo çështje strategjike. Në raport me dënimet, para se me dalë të mesazhet. A e keni bën në raport analizën e gjuhës së përdorur dhe dënimeve? Për arsye se tash nuk po du me marrë anë në kuptimin e mbrojtjes një subjekti versus subjekti tjetër, por jam shumë e vetëdijshme edhe aso kohë që dënimet e PZAP-s kanë qenë dënime vetëm nëse ka pas referencë të kthimit në kalumen. Për shembull, e di deputeti tash prapë i rizgjedhur Haxhi Avdyli e ka pas një postim cilin ai ka shkruar në Facebook, edhe është dënuar për ato, në të cilin vota për partitë e opozitës është votë kthim në kalumen, ose diçka të ngjajshme, edhe është dënu. Unë jam dënu, për shembull, për shkak një fotografie në Uniq me një grup, do të thonë që është fotografu grupi, edhe aty shihen 2 fëmijë, jo se janë kom pa print. A e din cili prej aty në grup ka që mirë, do të thonë. Ta po flasim për gjuhë të urrëties. Vetëm për analizën për gjuhë të urrëties. Rasti i deputetit Haxhi Avdyli. Gjuhë e urrëties. Po, gjuhë e urrëties është për shkak se je referu të kalumës. Mirë, referenca në të kalumën ka mujt mi përdor opozita me thonë, na s'po dojmë mbetur të kalumë. Na e kuptojmë këtë element. Problemin tash ku e kam. Okej, mujnë me gabu parti. Kvaliteti ose mënyra e trajtimit dënimeve. Kualiteti i dënimeve është që dënimet janë të plotfuqishme. Problemi jam tash është që në momentin kur Gjykata Supreme ka konstatuar se kjo është gjuhë e urrëties, partitë politike nuk janë kthyer mbrana vetes, me bë debatet dhe mi largu mesazhet.
Problemi tash është që këto mesazhet e urrëties, të cilat gjykata i ka konstatuar që janë të urrëties, vazhdojnë me qenë online në faqen e vetvendosjes, në kanalin zyrtar tyne. Pra, Ti vendon përmes tubimeve. Në tubime. Nëse në materiale tubime. Nëse është konstatuar prej gjykatës që kjo është gjuhë e urrëties, partia duhet më kthy mrena edhe me marrë vendimin strategjik dhe me i largu këto, me i editu këto materiale. Apo në rastin tjetër, na mundna me thonë edhe me konstatu që ka një vullnet politik me shpërnda urrëti. Që kjo është problemi i madh. Tash çito nënëmët mesazhe që unë i përmenda, çito nënëmët dënime, çito pezm për shoqërinë, çito materiale vazhdojnë me qenë ato, vazhdojnë me qenë në arkiv. Tash çka është problemi është që PZAP-ja nuk i ka obligu partitë dhe më kthy dhe mi fshi këto. Okej, por tash apo dojna prapë me vazhdu me qenë njerëz që po shpërndajmë urrëtitje, njerëz që po dojmë sulmu kundërshtar politik me një strategji e cila në esencë është e gabuar. Nuk është mirë që tu e përdor urrëtitjen me fitu zgjedhjet. Është mirë tu përdor plan ose kisha me thonë program politik, zgjidhje, ide etj me fitu zgjedhjet. Kjo tash na sjell te debati tjetër që çka duhet me ndërmarr që partitë thjesht në zgjedhjet e ardhshme mos më përdor teknikën e dehumanizimit. Çka është teknika e dehumanizimit? Tash po dalim me kallëzu vlerën e saj. Kush e ka kriju? Kush e ka marru? Teknika e dehumanizimit është teknikë ruse. Ama çka nën kupton dehumanizim? Dehumanizim nën kupton mi thon njerit mis, mi thon njerit hajvan, mi thon njerit hot, mi thon njerit po dokësh kështu, po dokësh ashtu. Mi thon njerit i përket një grupit caktuar. Pra je me Serbin, je pa Serbin, je LGBTI+, je kësi je asi, do me thonë, është me e zhvesh prej qenjes njerëzore, prej personalitetit vetë. Me tentu me krahasu me kafshën, me tentu me e krahasu me hajnin. E po thu veç teknikën ruse anë, përndim si përdorin qëto? Teknika është e ndërtuar prej Kremlinit, prej Rusisë, është si metodë e përdorë. Tash, apo dojmë na me përdor teknikën e tyne, dhe urrëtia me qenë elementi kryesor i dëbamit politik, bardhë edhe zi, me neve ose kundër neve, me neve je shqiptar, kundër neve je me Serbin, je serb. Nalo, veç diçka, po du me të kallëzu që prej që di për jetën publike në Kosovë, përdore që kjo. Prej 90-ave ju kanë thonë, këta janë me Serbin, dore zgjatun e thëshin unë që kësë. Atëherë, mandej LDK-s i thëshin, këta janë tratare dhe janë isër mi vra. Nuk është e re. Nuk është e re. Nuk është që tash të na do. Tash, na jene të folë për vlerën. Apo dojna me majtë në demokracinë tonë, të mirë, vlerat e cilat i ka Evropa dhe cilat synojnë mos me përdor këtë teknik, apo dojna me vazhdu mbi këto vlera dhe me thjesht njerëz mi zhvesh për personalitetit. Po mendoj që tash në këtë rast, ne do të me hap debatin që do të me qenë ndikimi i shtetit. Në rast se kemi një vendim të gjykatës supreme, i cili po thotë që kjo është gjuhë e urrëties. Çka është mekanizmi tjetër për me mujt me ndal? Problemin tash e kemi, që kjo gjuhë e urrëties, e cila u konstatu prej gjykatës supreme, është repliku, multiplifiku të i përdor media. Sepse ti nuk mundesh me pre kur flet kryeministri diçka. Sepse ti nuk i ki tashmo, që me thonë, atë filtrin që ti thu që kjo është gjuhë e urrëties. Po edhe përkundër që tani janë marrë vendimet e gjykatës supreme. Mediat kanë vazhdu me ritransmetu qëto materiali. Dhe na duhet me pas vendime editoriale. E tash po du me dalë të që ajo pse i kemi na politikant këtu, edhe leto me debatu me i thonë që ka bo politika, mu po më interesën që ka bo mediat. Hine në temën e radhës. Çka kanë bo mediat? Mediat, e para. kush janë mediat pra që kanë gabu? Kanë pas një problem serios. Politika ka vendos me pas komunikim një drejtimsh. Jo me pas debat, jo me pas sfidim. Për me mujt, me mush hapësirën e cila është kriju, për shkak se partitë politike kanë refuzu me marrë pjesë në debate, pra këtu kemi vetëvendosjen e cila ka refuzu me marrë pjesë në debate, LDK-n e cila ka refuzu me marrë pjesë në debate, për shkak se vetëvendosja nuk po vjen në debate me ta, dhe na kemi kalu në një komunikim një drejtim, shku mesazhet e liderëve politik, pastaj në kthyen dhe janë debatu në studio televizive prej njerëzve që herë kanë qenë kompetent, herë nuk kanë qenë kompetent, pra nuk ka pas sfidim. Pse? Është vlerë e demokracisë. Kandidat për kryeministër mu përballë me një debat publik. Që 25 vjet na nuk e rrim këtë vlerë. Dhe këtu janë përgjegjës krejt kandidat për kryeministër. I kemi pas 4 njerëz, krejt e kanë në mbjemën. Pra, ata njerëz duhet me denjësu qytetarën e vet. Me një debat të mirë, të qytetnuar publik.
Pse nuk e bojnë këto? Nuk e bojnë sepse ju konvenon me fol veç direkt me njerëzit. Sepse kur dalin në debat, njerëzit mujnë mi po katër alternativa. Çka ka qenë rezultati i zgjedhjeve për ta, a kallzon që ata duhet me vazhdu kështu se s'ka penalizim? Synimi është, domethënë kur na e shpjegojmë, kur shkon në klasë, na jena të mësuar me ngu veç mësuesin. Çka thot mësuesi mirë është? Politikanët tonë janë të e shtyqit të frym. Çka po thot mësuesi është okay. Nuk jena të zhvillu mendim kritik. Nuk jena të zhvillu mendim kritik. Njerëzit janë të prirur të bardhën dhe të zezën. Dhe është tu përdor kjo teknikë. Tash, si demokraci, na duhet me pas debate. Shumicën e vendeve demokratike. Liderët nuk dalin me majt fjalime, dalin me majt fjalime në tubime normalisht, po vendimarrja e qytetarëve bëhet mbi bazën e përballjes politike në debat. E çka i thua atyre me qenë ata këtu thonë pse me dalë më përballë me analistat shitur? Shumica po i shohin debatet, po mendojnë që analistat janë shitur. Unë nuk po kërkoj kandidat për kryeministër me u përballë me analistat. Po kërkoj kandidat për kryeministër mu përballë njëri me tjetrin, me zveti, me qenë debat në cilin ka kohë, ka rregulla, moderohet, ndershëm dhe debatohet ndershëm. Albin Kurti ka mësu prej Hashim Thaqit, Isa Mustafës, Ibrahim Rogovës, asnjëri para tij superballke. Për çka do dikush me bën ndryshim? Okej. Aja ka deklaruar që vjen debat, në të kaluamën kur ka qenë në opozit, tash nuk po vjen debat. Ç'kjo ka qenë problemi? Nuk e dija 2000-2001 kanë erë më del një debat që ka qenë Hashim Thaçi, Ibrahim Rugova, edhe nuk di kush ka qenë. Ramush Haradinaj. Nuk e dija ka qenë Ramushin atë në skem, po domethënë na nuk po mbujna as me repliku diçka që kanë bë një vjet, domethënë 2 vjet më herë mas lufte. Veç pak po edhe Kushneri. Veç për me spjegu pak punën e hate speech se mendojnë njerëzia që dezinformata dhe hate speech janë të ndame. Domethënë hate speech, gjuha urrejtjes, pra gjuha urrejtjes dhe dehumanizimi. Për shkak se dezinformata, domthon çka ka bë Kremlini është që e ka po që okay, jena të shpërndar dezinformata, po s'po ka shumë ndikim. Dhe ka eskalu, domthon shkolla e dytë e dezinformimit është kur na përdorim gjuhë të urrejtjes dhe dehumanizim ndaj kundërshtarëve tonë, sepse na çashtu i portretizojnë as diçka, cilën njerëzit e shohin që është keq. Për shembull, çka bën Rusia, veç për me ditë. Për shembull, ata përdorin një strategji të shekullit 20 dhe përdorin një teknik të shekullit 21. Për shembull, kitë media satelitet të Rusisë përdorin inteligjencën artificiale për me prodhu infografika ku Ukraina portretizohet si menj, ku portretizohen si kafshë të ndryshme. Domethënë, Rusia e portretizon Anglinë si një person që është i mëshuar dhe me mbi peshë. Domethënë, çysh mund është ti me shpresu që të mbron dikush që edhe është i mëshuar, edhe ka mbi peshë, edhe ka probleme me ecje. Ose e portretizon Evropën si një pacient i shtrin në spital në prag vdekjes. Pra, çështu ata arrin mi japçu sinjalin për krahasve të tyre që ti nuk mundesh me shpresu ose që Evropa është në prag vdekjes dhe na jena në prag fitoris. Dhe na nuk duhet, dhe na nuk duhet. Jo nuk është autokton shqiptar, po është i morën prej tyre. Nuk është na kemi qenë viktime të dehumanizimit. Domethënë ju besoj ju dy e dini më mirë se çysh na kanë portretizuar neve serb. Pra, si njerëz me besht, e të tjerë dhe të tjerë. Na kemi qenë viktim shumë gjatë dhe na po e përdorim njëjtash me i portretizu kundërshtarët tonë politik, me gjuhë të urrejtjes, me dehumanizim. Sidomos gratë, kalqen, maqinat, prodhimit për shqiptar. Cila është synimi final? Domethënë, synimi final i dezinformimit është mos mi besu kërkujna. Gjithë politikanët janë me Serbinë, sepse unë muj me të gjetë që në internet fotografi të secillit politikan me një kapel që ka simbole serbe. Gjithë analistët janë të shitun, edhe kjo është proces i dezinformimit. Sepse nëse na thojna gjitha mediat janë të shita, gjithë analistët janë të shitun, gjithë njerëzit që folna për debatin të shitun, atëherë kujna mi besu qytetarë. Jo, beson veç mu, se unë e po foli. Veç kallzom ti çka beson, apo thu që s'janë të shitun. Dëgjom. Jo, normal që nuk janë këtë shitun. Qashtu që s'janë këtë politikanë korruptuar, po ka politikanë që korruptohen, as këtë analistat as nuk janë të shitun, ka njerëz me kredibilitet që dalin lexojnë dhe shkojnë japin mendime. Domthonë është gabim na me menu, mos i besoni asnjë gazetarit, se nëse thojmë mos i besoni asnjë gazetarit, kujt na më besu? Kujt na më besu na atëherë? Besoni faktë, më lexoni kuptoni problemi. Pse arsyeja pse na i besojnë, është se na e kem edhe nivelin e shkollimit na mësu me besu mësuesi çfarë do që na thet. Dhe
dhe nuk kemi pas debat na me mësuesin në ortore. Pra nuk kemi mendim kritik për ngjarje. Na e kemi mësuar një ngjarje, e kemi marrë ashtu siç na ka thonë liber, nuk kemi mendim për asnjë ngjarje historike na. Dhe që është problemi pse na i besojna më shumë dezinformatave. Unë kisha dashur me shtu që plotësisht pajtona por në diskursin publik edhe të debatimit. Mendoj që secili e bajmë peshën e përgjegjësisë për me kthy kredibilitetin, si politikant, si mediat, si analistat. Unë nuk e di tash më thonë me mira, me qindra herë dëgjoj emrin tem në studio televizive prej analistave në termat më pejorativ të mundshëm. Do me thonë, ofendime, edhe kjo është konstante. Sa ankesa i ke bërë për çdo rast. Nuk i ndalesh mo. Qysh po shpreson që edukohet në media pa bu ankesë? Që tregoj, unë për shembull kam kallëzime penale që i kam dorëzu. Që 2 vjet. Asnjë përgjigje, për shembull, kallëzime penale. Kallëzimet penale vonohen. Sa ankesa i ki në KMSHK, sa ankesa i ki në KPM. Vendime që merren pak më shpejt. Për shembull, KMSHK, Kreshniku është antar ato, ai vendos. Sa ankesa i ki? Nuk i kam dorëzu, po. Është e vërtetë. A kish qenë më mirë tash? Për shembull, ti më dal me thonë që X portali 10 herë është denun prej KMSHK-s për shkak se nuk manku. A është më mirë kështu? Po, absolutisht. Po për ato po them që na takon secilit me e kthy, do të thonë besimin gradualisht në ato që kanë. A më i besmenoj që tu me thonë Visar poveç po metësh të bu ankesa, so herë për shembull, nëse një herë njovi për menet e emni Mimozës. Argumenti është a me metën e të bu ankesa. Kime dallu ti gazetarën e mirë dhe të keq. Ç'është kime dallu me dia. Po du me përmend. Na kemi kontaminim të informacionit. Fatkeqësisht edhe kontaminim të informacionit zyrtar. Pra na kemi gjetë, do me thonë, në dokumentet zyrtare të qeverisë të Kosovës, të kuvendit të Kosovës, të komunave të Kosovës, ka informacion të falsifikuar, ka raportime të rrajshme, i rritin shifrat, i rritin statistikat, nuk i përmenin këtë ngjarje. E kemi bën një raport për krimet e luftës për vitin e kaluar. Krejt informacioni është i kontaminuar, nuk është i plot. Pra na kemi edhe problem me informacionin që ne kemi brenda shtetit. Kjo është për procedurën që sillemi na në përgjithësi ndaj secilës informatë ose faktimit secilës ngjarje. Me nis me pastru. Pra, pastrimi bëhet me ankesa. Pastrimi bëhet me analizim. Pastrimi bëhet tu çu fakte. Pra, nëse mediat, për çka e përmend unë dështimin e kuvendit të Kosovës, për shkak se ka dështu me zgjedh bordin e KPM-s. Për shkak se ka dështu që në çdo zgjedhje me pas kontrollin mbi mediat televizive. Pse është bë kjo? Për shkak se është dashur me leju krejt çfarë kaosi që në ka ndodhur në mediat tona. Pra, nëse kemi pas një parti që ka pas mundësi me zgjedh anëtar të bordit të KPM-s, tash edhe kemi televizione të cilat mesazhet e kësaj partie të urrëties i kanë transmetuar në prime time para këtë publikut të Kosovës, ku e kemi tash të probleme. Dështimi i kuvendit do të më marrë përgjegjësia politike. Po sa dënime i ka pas më herët KPM-ja kur ka pas bërë funksional në raport me gjuhën e urrëties ose në raport me materialet të cilat janë transmetuar. Na veç pak nëse të kujtohet debati për ligjin për KPM-n. Do të thonë ka pas devijim edhe çati debati. Unë po flas edhe prej përvojës teme në kuvend. Çasi reagimi ka pas. Njëjti stil i argumentimit s'ka qenë fushat. Ka qenë po mundohet partia në pushtet me marr me kap KPM-n, me hub fjalën e lirë. Çka ka qenë reagimi kryesor ose dhimbta kryesore për arsye se ekzistonte mundësia e regjistrimit të portaleve ose mos e regjistrimit në baza vullnetare edhe e deklarimit të burimeve financiare. Edhe domethënë gjithë ajo zhurmë e cila u ngrit për me mbulu resurset financiare të cilat i marrin portalet caktuar. Na krejt bashkëdim që nëse don me qenë kredibile, ju e keni pas gjithashtu një raport për mbi financimin e mediave qoftë edhe portaleve, cilat e tregon se sa është gatishmëria e tyre me i deklaru financat. Edhe portalet i deklarojnë financat. Edhe mediat, çdo njeri i cili operon mbi emrin media në Kosovë i deklaron. Krejt portalet e Kosovës. Po i deklarojnë normalisht, ata janë të regjistruar në ATK. Nëse nuk i deklarojnë, nëse nuk i deklarojnë në ATK, po na nuk e dim çka janë ato. Shteti ka shteti. Shteti ka dhona. Pra ç'kjo është e rëndësishme, po çka na duhet me konstatu këtu është që thjesht vullneti për më marrë me dezinformatën ka qenë i pakt. Kemi pas qëllime strategjike me prodhu dezinformata, kemi pas... është e dushme pranu që jo një tendencë, i momentin kur shteti do më marrë me dezinformat, e ki një grumull njerës që thojnë po dënë me nashtin kontrol, ti po dënë me ditë për kajtë po mbi pare. Jo, e ki një grup njerëzish që se e konsiderojnë kontrol. Ti po dënë kontrol, ti po dënë kontrol, po dojmë transparencë, edhe po dojmë KPM të pakapën për politikës. Tash kjo është
debati aty ka qenë që edhe KPM-ja synohet mu kapi politikës, edhe na kemi përvojë shumë të hidhur me KPM-n, për shkak se në mandatin e oligarkëve të ka dënu për interesat tyne. Dhe na do të me kuptu këtë element. Lufta jonë është me pas një KPM të pavarur. Po çatëherë nuk u qunë që ta që po thojnë tash që KPM-ja është po çatëherë kur u ka prej oligarkëve nuk bëjshin zonë. Nuk po flas për se ishin media të oligarkëve. Nuk po flas për prodhues të dezinformatës, nuk po flas për ata që dalin me i mbrojtë dezinformatët. Është edhe një element Krishnik se nëse votohet KPM-ja në kuvendin e Kosovës, natyrisht që gjithmonë që ajo parti që e ka shumicën ose që ai koalicion që e ka shumicën ka me pas tendencë prej të tjerëve me u portretizu si ata njerëz që e kanë marrë shumicën. Edhe përkundrejt faktit që jo rall edhe në legjislaturën e fundit ka pas kandidat të bordeve të pavarura që janë zgjedh me ka 70-80 vota. Edhe nuk ka pas shans veç shumica me votu, domethënë i kanë votu edhe përfaqësues të opozitës. Do të thotë as në esencë, në thelb, në nismë ku miren këto vendime, nuk ka pas, ose është synu me u dëmtu kredibiliteti i proceseve, nëse dikujt jashtë nuk i ka konvenu. Edhe ma e lehta që ka qenë është me kriju që të zhurmë të madhe, e cila hynë në këto që thashën këto kutijat që krijohen a priori, e thuhet, o jeme këto, dhe më dhe nuk ka mes këto. Tash, që ka ndodhë aty është, kur është ndërtuar ligj, vetëvendosja nuk i ka dëgju shumë edhe këshillat e Bashkimit Evropian. Për çfarë arsye kundër ligjit është edhe BE-ja dhe ambasadat, pra në çështje të nuk ka qenë ambasada, jo, vetëm zyra Bashkimit Evropian ka pas reagime. Ambasada amerikane asnjë fjalë nuk ka thonë për ligjin e KPM-s. Ambasada gjermane nëse nuk gaboj ka pas një reagim për këtë. Nëse pjesë e zyrë e Bashkimit Evropian. Çka duhet me kuptu aty? Është që rregulli, standardi evropian është që mediat e shkrume ose mediat online kanë një standard të rregullimit. Pra nuk kupton që mujnë me hyrë brenda KPM-s. Reagimi i Bashkimit Evropian ka qenë tek pavarësia organizative e KPM-s. EU-ja është pro rregullimit të mediave online. Dhe këto ajo kemi thonë edhe në komision, edhe në propozimet e cilat i kemi bërë. Pra, organizata jo nuk ka qenë kundër rregullimit të mediave online, kundër transparencës. Kemi propozu që në pjesën e kontrollimit të etikës, pavarësia e KPM-s me qenë pak më e kontrolluar dhe me pas një rol shumë të veçantë Këshilli i Mediave të Shkrume, po ajo nuk ka kalu, ligji është bërë që është bërë me këtë problemet e veta. Mirë, po ajo që na e konstatojmë në raport është që mediat nuk i kanë ndërprer transmetimin dhe ritransmetimin e gjuhës të urrejtjes. Që është Okej, më kallzove që VV-ja nuk i ka tërhek. LDK-ja mas e kena ashtu, a e ka tërhek? Po, e ka tërhek ajo kandidatja, e ka fshi postimin. Kandidatja e ka tërhek. Fatkeqësisht, postimi vazhdon me qenë, sepse nuk e ka bo ajo, e ka bo dikush tjetër dhe i ka gjys milioni views ai mesazh. Pra është një video ku shihet Albin Kurti të folë dhe poshtë Hitleri të folë, një lloj krahasimi i cili kallzon urrejtje në këtë drejtim. Pse? Se PZAP-ja nuk i ka gjetë edhe ato që e ka kriju. Pra është mesazhi i urrejtjes, duhet mu gjetë kush e ka zhvilluar tutje. Nëse mundëm pak me fol ka aspekti çka mund me bëj shteti për punën e dezinformimit, sepse sa të flasim për dezinformata, informacione të rreme, na mendojnë që direkt do të më shku te media. Shteti nuk e ka patjetër me shku dhe me i rregullu, dhe na nuk po kërkojmë që shteti dhe me dalë dhe me thonë që ky informacion i kësaj medias është i rrem. Sepse shteti s'u bën atë punë, as në ministri. Qysh mund në shteti me kontroll? Ka instrumente. Pa u akuzu që po do me ka. Ka instrumente. E para, për shembull, në institucionet tona nuk ka departament për komunikim strategjik, pra me ditë çka na, cilat janë, nëse mund të them ashtu, synimet tona si shtet, çka na duhet me thonë në publik. Cila prej po nuk thash zëdhëns. Domthon zëdhëns nuk thash zëdhëns sepse zëdhënsi ja përgjigje dhe nuk bën komunikim strategjik, nuk bën analiza të mesazheve që na vijnë prej mediave ruse, nuk bën analiza të mesazheve që na vijnë prej mediave serbe më po ku po na sulmojnë, pse po na sulmojnë, sa do të më qenë përgjigjja jonë. A kemi na institucion që merret ka aspekti i dezinformimit në aspektin kulturor, pra qysh na mujna me luftu sot ka aspekti kulturor, a kemi, nuk kemi. A kemi na institucion të që merret ka aspekti i edukimit? Nuk kemi, por normal që kemi. Unë po kthena prej një vizite. Po du më nal veç një element këtu. Ka pas tentativë në qeverinë momentale me ndërtu resurse të tilla. Reagimi ka qenë kakafonik prej njerëzve të cilët shiten që po e mbrojnë lirinë e medias. Çka kanë thonë? Po dojmë na cenzuru. Po dojmë na luftu, po dojmë na nal fjalën e lirë. E qysh me formu plati që kur është një qësi reagimi kakofonik, qysh me formu atë parlament? Normalisht, duhet me dalë me sqaru, duhet me dalë me kuptu. Këta njerëz. Me sqaru? Kush e beson?
në fakt, A pet gjuhën këta tjerë? let gjuhën, Po doni me na kop. duhet me kuptu që shteti duhet me pas analizë ka po vjen dezinformata. Institucionet, nuk po flasim partitë politike, po flasim institucionet e vendit tonë. Me njerë janë gjesin emrin komiteti për me na kontrolu. Që për të kalëzaj? Janë gjesin emrin komitet. Jo, ndëgjom, se tash këtu ka edhe mungesë të informimit publikut. Nëse ti del dhe i tregon që edhe në Amerikë, edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në Bashkimin Evropian, ka njësi të tilla, të cilat merren me këto punë, atëherë njerëzit qytetarët e kuptojnë. Na nuk mujna me ra peng i 4-5 njerëzve të cilët e kanë marrë audiencën, të cilët në një pjesë të madhe janë abuzues të fjalës së lirë, dhe abuzues dhe po dojnë me rujqit hapsinën e vet të abuzimit, na me ra peng dhe mos milion me zhvillu. Krishnik, a është, korrigjom nëse e kom gabim, a është Gjermania tash që ka shti edhe në kodin penal një pjesë të procesi, do me thonë të informata, ose dezinformatave, keq informimit. E di që njëni prej shteteve të Bashkimit Evropian në dritën e ngjarjeve të fundit tash me Bashkimi Evropian i ka shti po jo dezinformatën, po e ka shti një pjesë të dezinformatën, po ma shumë është për gjuhën e urrejtjes. Është regula e Bashkimit Evropian. Po unë po kthena për shtetët individualisht në kodin penal. Gjuha e urrejtjes është penale? Është penale, edhe është penale. Gjuha e urrejtjes është jo, me masa ma të shpejta. Këtu gjuha e urrejtjes në kodin penala, 3 vjetë shkojnë, 5, 6, edhe në fund mandej ajo efekti i asaj gjuhë ose efekti i... Do të me kuptu që edhe një element shumë është të rëndësishëm. Kërcënimet, gjuha e urrejtjes, trajtohen për prokurisë. Dhe na sot kena njerëz që po shkojnë po kajnë gjykat. Pse e ka kërcënu dikon me një mesazh. Po, a kupton është burra 50 vjetë, 60 vjetë që po kthehen po kërkojnë falje se kom pas me qëllim që duhet me të vrarë. Normalisht ti e ke shkruar. Ka plot. Do të thotë zona kushtore ka pas një rast, ka pas zona Ganimet e Musliu, Abdullah Hoti. Qysh para mimozës ka qoj... Jo, s'ka qoj, ai bile rasti jem, po. Te Abdullah Hoti ka qoj. Abdullah Hotit ka thonë që se ko menua. Në fakt, mirë që e përmende, Krishnik, në këtë rast mu më kujtohet, te rasti im ka qenë një inkuadrim live i përfaqësuesit të shoqatës veteranëve të luftës prej Skenderajit, i cili në një emision në një prej televizioneve nacionale, kur është diskutu çështja ngjarjet e përgjimeve aso kohe dhe miratimi i ligjit për pagën minimale, është lidh live dhe ka deklaruar që jena ligna veteran se përndryshe ish dashur mi marr mimoz akusarin mi lidh dhe mi ngre zhagën shesh. Edhe për ato unë e kom bo kallëzim penal. Unë mendoj që në deklarata tilla ish dasht edhe prokuroria vet ex officio s'ki nevojë ti më shku si pal, po sidoqoftë. Çka ka ndodhur? Mas disa muaje na kanë thirr, një 2-3 seancat e para kanë pas dështu, edhe në seancën e kur është bo dëgjimi, i pandehuri ka deklaru që po i vjen keq, që ai nuk i sulmon gratë. Ka dalë që i veteranëve? Po i veteranëve, Naim Lata, nëse s'gaboj emrin. Por ai deklaron... I vjen keq apo kërkoj falje? Nuk ka kërku falje. Thot i vjen keq, unë nuk kom sulmu gra, po du me tregu diçka që unë mandej kom reagu prap. Thot, po unë nuk kom ujt mi paramendu edhe unë nuk po dume, unë kom reagu se kjo qeveri bashkëpunon me Serbt. Ai prap e përsërit vetën gjykat, edhe gjykatësi janë ndalë fjallën, ndalu këtu bollë. Gjykatësi tash sillet si avokati i të pandehurit, edhe në fund po e ndërpren, nuk e lën më me vazhdu. Do të thonë ai në një farforme e riargumenton deklarimin e tij përkundrejt se edhe fakti i çush është trajtuar miratimi i ligjit për pagën minimale prapë është një dezinformat shumë e madhe, se në momentin e miratimit të ligjit, lista serbe as ka qenë aty në leximin e dytë në korrekt të vitit 2023, në herën e parë kur është miratu, na kemi qenë 64, ata kanë hyrë mbo 74, që do të thonë s'ka pas nevojë kur për ata, ose mënyra e përgjimeve që ka portretizuar diskutimi jam me Slav Kosimi që është mas jo miratu ligji. Lexim parë, kur unë i them pse keni hyrë, do të thonë ajo është marrë dhe nxirsi që këta kanë diskutuar për veteranët, që kur s'ka qenë çështje e tillë, por ai edhe një herë rikonfirmon të njëjtën në gjykat, e gjykata ndal. Edhe në fund ajo është dënuar nëse s'gaboj me 400 euro, për dallim për shembull kur te rasti i njëjti gjykatës. Është edhe te Ganimet e Musliu, edhe te Abdullah Hoti, te rasti nëse s'gaboj i Abdullahit nuk ka qenë lidhje direkte, ka qenë Facebook mesazh. Po, edhe te Ganimetja ka qenë Facebook. Ata i kanë dënuar me ka 2000 euro dhe 3 muaj borg, 2 muaj borg diçka kështu. Edhe me borg. Po mendoj ka jep ajo. Edhe ne? Driton ose Dardan Gashi, civile, edhe të dy rastet... Jo, këto janë penale, do mund jenë dënime penale. Më falë, kërkoj ndjes, po. Tash. Por në
Veç të Te dush kanë me... vetë muslim pra burg. Po duna mi gjithë se e kom në postim. Po na kanë qenë, do me thonë, diametralisht ma të ronda, edhe pse, tash, unë e kom dash me abu një pytje, pa jo ndërpresa anca, kom dash me abu një pytje gjykatësit, më falë, a ki edhe ti bindje politike për situatë, a ki edhe ti mendim për qëtë situatë, do me thonë, këtu sjeti i pa anshëm, do me thonë, ti po merë anë, ti po do me thonë që këko ma pak, se ti gati e ki meritu, se ti ki folë me ta për vetë, Që ka dojnë nonën e ti që shpo thuti, i ka thonë nale, mos vazhdo tutje. Se përshet ti që të si nonën. Për arsye se që ato mi thonë ndale, ishtë dosh mi abu avokati vetë, sa i e rikonfirmoj ke pozicionin e vetë sulmit, a i nuk u tërheqke, tash aty ku përmende ti rasti, dikush ka kajt, dikush kërkon falje, unë falje s'ko Duhet me marë. identifiku, tash edhe të kuptumit të procesit të gjykatit. Në situatat të tilla është prokurori ai cili duhet me marrë këtë rrethon që po e përmend zonja Kusari dhe me e randu. A ke pas prokuror Soll? Po më intereson se nuk Një bëhet prokurore ka qena e s'ka reagu fare. Ajo është dasht këtë deklaratë të tij me marrë dhe me vendos në fjalën e vet përfundimtare dhe me i kërku gjykatës që ky person mu dënu më shumë për shkak se po vazhdon me ripërsërit situatën. Tash pse po du me thonë këto? Na kemi problem sistematik në edukimin e trajtimit të gjuhës së urrëties në vendin tonë. Pra, na kemi bërë analiza në aktgjykimet dhe në aktakuzat të cilat sistemi jonë juridik i bën në raport me gjuhën e urrëties edhe krimet e urrëties. Dhe na ka dalë që në shumicën e rasteve prokuroria nuk rrin me gjetë motivin ose përkatësinë ideologjike të kryerjes së kësaj vepre. Dhe edhe në këtë rast prokuroria është dorë shumë më thellë. Driton Berisha, më falni, kërkoj ndjesë është gjykatës. Gjykatësi po këtu duhet përgjithësia mu kërku prej prokurorit, jo prej gjykatësit. Prokurori duhet me zhvesh ideologjinë. Pse ky person e bën atë kërcënim, me gjetë rrethana të rënduese dhe me mri, me ja dokumentu gjykatësit që ky ka një qëllim qoftë politik, qoftë thoshtë i indoktrinum për një rrymë të caktuar, qoftë i ka dhe pajisjet dhe vullnetin me kry sulmin. Çka na ka dalë neve në këtë analizat e rasteve të krimeve të urrëties, është që prokuroria nuk mrin me gjetë burimin ose motivin ideologjik, pra ka qenë i indoktrinum edhe elemente tjera. Edhe e dyta, sistemi ende nuk është i mësuar me kuptu çka është dezinformata. Në raportin e kaluam, sepse ky është raporti i dytë, në raportin e kaluam i kemi testuar gjykatësit dhe prokuror për njohuritë e tyre për dezinformatën. Dhe na kanë dalë që 50% e tyre ju besojnë lajmit të rrajshëm se ne u kena servu me lexu. Gjykatës, i cili e merr lajmin dhe thotë po është i vërtetë. Njëjtën gjë e kemi përsërit me kandidat për deputet në këtë raport. 20% e kandidatëve që i kena testuar i kanë besuar 100% lajmit të rrajshëm. Pyetja tjetër që është shumë e rëndësishme është a merr vendim mbi këtë lajm të rrajshëm. Dhe deputet kanë thonë po, i besoj çdo dhe e çoj dorën, votoj për to. Na tash do të thonë kemi një studim që neve na tregon që përbëmja e kuvendit Kosovës. Në ditët e para të veta. Trajnimi nashta para se qysh me përdor kartelin e deputetit, duhet m'ia bë trajnimin qysh me lexu informacionin. Sepse janë të prirur mi besu dezinformatës. I kemi bë gjatë debateve zgjedhore. Deputet kanë fol bazuar në informacione të pasakta. I kemi bë fact check në kohë reale. Dhe ka ardhur deputeti ka thonë, për shembull, një në rasteve, Gjermania tash i ka ndez krejt termocentralet me çmër. Dhe kur i kemi thonë ku e ke marrë, ka thonë, valla e kam lexuar. Ku? Zotnisë nuk ekziston që ky sa që ti po e thu. Valla unë e kam ni. Po nuk mundesh me qenë deputet edhe mos me ditë pse ku e ke marrë informata të problem është aty që është edhe një farforme që çka do që thuhet në seancën e kuvendit nuk mundesh me mbajt përgjegjës. Këto e ka thonë debat, jo në nëse është tonë se përmendi deputet, nëse është tonë të foltores kuvendit. Unë veç kisha dash me thonë që dezinformimi edhe gjuha e urrëties, shansat janë tepër të mëdha, mos me thonë të garantume që ka me vazhdu me konstituimin e legislaturës 9. Se ajo që ka ndodhur në legislaturën e 8, nuk është, do me thonë kjo që ka ndodhur në fushat nuk është krejt e rastësishme, se ka qenë pasuse e krejt narracioni që është ndërtu gjatë legislaturës 8. Do me thonë ne në këtë fatkeqësisht edhe gjoftës ka dalë se vetë vendosja ka qenë agresive të shtatën. Me ciklin zgjedhor. Para asaj kur ka qenë opozitë. Prej pushtetit dhe opozitës. Pushtetit ka qenë agresive. Na jemi të fol, na jemi të fol për nuk ka pas, do me thonë, nuk ka pas, tash mund me thonë vetë vendosja në masë o konë ma e madhe, për arsye se grupi ma i madh parlamentar. Po pardonin për gjuhë
për dezinformime, për kaosin që është kaktu. Nuk mundesh se na vetu me vetë... Që të mandat smoj, po të mandati para kësaj. Edhe sulmet fizike, gjujtjet me për parandalimin e votimeve. Na e përmenëm që visore që liderët e partive politike janë përtretizu si bashkëpunëtor të Serbisë. Na e kemi deklaratën e kryeministrit gjatë mandatit që ka thonë që Vučićin e ka marrë malli për juve. Do me thonë... Jo, se ka marrë malli, s'ka thonë ashtu. Tekstualisht, e ka thonë që ai po don pyllip juve me nënshkru, se me mu s'po don, me ju ka nënshkru. Po qështu diçka ka qenë, po do me thonë... Me tonë e ka marrë malli, në kontekstin... ma emocional. Në kontekstin e njëjtë. Po do me thonë që është dezinformat. Në raport me dialog. Kryeministri edhe liderët e ushqejnë gjuhën që dëgju që mas nej kjo shtresa shumë fishohet në rrjetet sociale. Jo, ajo ka qenë raport me nënshkrim të marrëveshjes. Imagjinojeni kryeministri i Kosovës del edhe me një farë mënyre, jo me një farë mënyre, po literalisht ty thotë që i bashkëpunëtori i Vučićit. Se Vučići po të lyp ty me nënshkru, ti i bashkëpunëtori i Vučićit. Apo në veç me ditë, LDK-ja Mimozës kur ka folë me Radojčićin, a i ka thonë që shumë mire ki boha? Jo, si ka thonë që A ju keni gjujtë si shpion e Serbisë? Qysh? A pe pranojmë që ju keni gjujtë edhe jo si shpion e Serbisë? Jo LDK-ja ju keni gjujtë? Që shpion e Serbisë? Shpion e Serbisë nuk kena gjujtë absolutisht. Qa i keni gjujtë, si bashkëpunëtore? As bashkëpunëtore, si kishë. Qa i keni thonë? Jo, që të tregojnë që më kanë thonë, që unë tregoj që më kanë thonë, Parisi s'ka qenë aty. Shka Albin Kurti i ka thonë Parisi s'ka qenë aty që unë tregoj që më kanë thonë. Bile do deputet që s'kanë mbrimu zgjidh deputet. Më kanë thonë, hajtë se më qenë si ti marem kishard me hynë këtë ndërtes, ti mo kur s'kimi pa këtë foltore, këtë kuvend, live ti kimi pa veç përmes televizionit prej LDK-s, po nuk o zgjedha i deputet, Driton Selmana i ka qenë, ka thonë, do me thonë një konë... Deputet LDK-s me kryeministrin e Kosovës. Kryeministri i Kosovës, kur ta thot një fjallë ka shumë ma shumë pesh, ndikim edhe impact se so një deputet. Ai e përmenda njësë, s'pa të tjerë. Nuk mujna me barazu domin që bëhet kur një fjallë thot kryeministri i Kosovës e kur e thot një deputet i partisë së tretë. Nëse mundën veç pak me shtyse dezinformata nuk ka bashkë ky veç problemi që ka i thujnë anjën e tjetërit. Do më thonë, problemi kryesor i dezinformatave është për narrativën që na nuk mundja mi thonë që është rënë. Mirë po bëhet mënyrë të koordinuar që në fund të ndryshon opinionin e qytetarëve. A kem na parasysh, a dim rrezikun qytetar që në fakt dezinformata, narrativa e rreme që bëhet, e rrezikon demokracinë tonë, e rrezikon shëndetin tonë. Na në çdo muaj i bllokojmë më shumë se 100 lajme të rreme që kanë të bëjnë me shëndetin. A shërohet kanceri, a shërohet diabeti, a hipertensioni, gjithçka shërohet, mjafton me blerë një mas në internet 30 euro. Për shkak mos ditunis visar, kjo bëhet me kast. Ajo bëhet pse s'din. Vetëm diçka, se edhe njerëz që votojnë një njerëz të njëjtë. Pra, gjithçka bëhet me shkas në dezinformim, kur që nuk bëhet e rastishme. Sa ajo që bëhet do të thonë gjithkush mund me gabu, gaban politikani, gaban gazetari, asaj thojmë keq informim. Kur ti i gaban faktet, kërkon falje e permision. Por nëse ti e bën në mënyrë të sinkronizuar dhe poston narrativa të cilat çojnë me mendum ja ndryshuar opinionin, që kjo është rreziku kryesor. Edhe gjëbitesh prej PZOP-s edhe prapë vazhdon. Do të thonë na gjatë krejt fushatës zgjedhore, na i kem pos në krejt tubimet, kryeministri i Kosovës e ka quajt Lidhjen Demokratike të Kosovës lodhja dokratike e Kosovës, lodhja demagogjike, na ka krahasu me mizë, qysh, do me thonë, se s'është tema e diskutimit kjo tash na me full për partitë tona politike dhe me sulmus. Që kjo gjuhë është? Po është gjuhë e urrëties, është tash qa pret ti prej nëse lëvizjave të vendosit gjatë fushatës gjatë rezultatit zgjedhor me nënë shkurt i ka marrë so vota, i ka marrë 41%, 42.7%. Tash nëse lideri qasoj i qati 42%-shit del edhe ty të thot lidhja demokratike e Kosovës, të krahasën me mizë, të thot e ka marrë, të thot po të lyp Vučići. Se keni marrë personale sa i ka folë për opozitën në përgjithësi, se për merë një LDK-ja që juve ju ka lyp kur ti je lideri që atyne, që ta të vinë ty për mas, që ta kanë me full si ti, që ta jetë ju shqyt ti me full si ti. Që qëtu është problemi? Problemi është të liderët. Lidere e ka ushqy që dëgju. Masi po folë për këtë, që ta është të dushme më kalzu, në këtë raport del një partia që ka shti ma shumë të financa për informacion me shku ka ana ju. I dilni si partia që keni shti mas shumë të financa në rrjetet sociale.
si njeri që e njeh i ri që e njeh botën e rrjeteve sociale, cilat janë debatet brenda partisë nështë që po zhvillohen me këqyr, a ju ka shpagu që kjo që i zhogin ja u kanë ngrej, analistat mas shumë të juve, edhe pa pagu. Në fond ja u kanë ngrej zhogin sepse kanë qenë frustrum në këtë qeverisje. Ju pare keni shti sa keni mujt. Do me thonë hyzmetin, LDK-s... Sa keni mujt, kjo... Jo, sa keni mujt, po ma shumë se tjerë. Ani, kalzëm ti mu, rezultati është, një, e keni pas nanën e juj faktin që vetëvendosja nuk ka bo ku me ditë qka në kohën që ka qenë qeverisje, ka aspekti i shëndetësis, arsimit, ekonomis, përveç veriut që proklamohet që ka pas suksese, krejt qëto argumente për më konë minimum 2, nështë edhe të partë, po minimum 2 kanë prit njerëzit, kanë prit, edhe unë e kom prit. Qka ndodhi? Qa ndodhi me rezultatin zgjedhur, po me nëna me... Po, edhe me qëto financa që su këthyn, në fund nuk u këthyn si në vota. Vetëm pak tani, Parisi si dhe ishtash... Po, vazhda. Hajde, si mas pak ti ka folj, urna, qka ndodhi? Edhe ne kemi britur rezultat më të mirë. Tash secila parti politike ka mënyrën e vet qysh e bën fushatë. Ne kemi po më të arsyeshme që me investu në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, me bo sponsorizim. Se su këthyn vota? Po tash jo gjithë shka që ti bën kthehet në vota dhe menoj që është kthy në vota, pra arsye që Liga Demokratike e Kosovës i ka pas 100.000 vota në zgjedhjet 2021, tash i ka 170.000, që është një rritje jashtëzakonisht e madhe për atë që e bën krahasimin me zgjedhjet paraprake. Kështu që unë menoj që absolutisht që është kthy në vota, është partia politike më të madhe në nivel të vendit, e soi përket financave të partisë, tash partia zgjedh çush po dën me i harxhu që ato financat që i ka, që janë ndonë edhe KQZ-ja. Ne e kemi po shumë të arsyeshme edhe shumë të rrugës që me investu në rrjetet sociale, për arsye që jena tu jetu në vitin 2025 edhe impakti që e kanë rrjetet sociale është jashtëzakonisht i madh. Kjo unë menoj që është veç një strategji e PR-it që e ka pas Liga Demokratike e Kosovës. Nëse mundem jeta veç shkurt, sa i përket fushatës, një sen që ndoshta e skivoj Parisi është që financat të cilat i ka investu Liga Demokratike e Kosovës disproporcionalisht janë konë të niveli tjetër me krejt partitë që kanë marrë pjesë në fushat. Dhe nuk ka të bëjë kjo veç me rrjetet sociale, se me rrjetet sociale që thua është propagandë vetëvendosis, nuk është propagandë vetëvendosis, kanë qenë monitorues që... Jo, është propagandë vetëvendosis tash që kena harxhuna me oligark, kryeministri folke me atë fake, qysh ka ai presidenti i kallzoi ke qysh oligarkën të mbështet një parti opozitore, imagjinoje. Jo, veç pak. Ai as për një mes i shkon ai kryeministri. A bën me tregu veç diçka që në vlerësimet e krejt vëzhguesve të pavarur, Liga Demokratike para fushatës ka fillu mas shumë ti me shpenzgu. E lemo gjatë fushatës në ne. E që e keni matë? Une mundesh mi pyt organizatat e pavarura, nuk i kena matë na. Organizatat e pavarura, ju i keni pas diku 70.000 euro, 80.000 euro sponsorime në Facebook vetëm para fushat. Kjo është raport që ka dalë kështu, e para. E dyta, mandej... Ne kanë rrit votën, mimos, po thojnë e kanë rrit votën. Po tash do të më këshyr vota me çmim që shkon. A është çështja e votës me pare? Ti sot e ki, në veç pak. 70.000 euro apo duken shifër. Se merr vetëvendosja prej KQZ-s. Lutem, para fushat tash. Miliona. Vetëm pak. Para fushat rrjetet sociale. Për sa i përket raporteve financiare secili ka dorëzu. Tash, secili tubim me krejt, secili që ka marrë pjesë në zgjedhje në fushata zgjedhore din. Gjdo objekt në tubim e ka një çmim. E ka një çmim ai plastic glass, që është ai ekrani madh, e kanë çmimin skena, e kanë çmimin kompani. Ju si keni pas ato, a? Na nuk i kena pas. Nuk i Ju ka s'keni pas ekran. Jo, lëvizja nuk keni pas karrika. E ka pas in-house brenda, e ka pas aktivista, e ka pas... E na s'kena pas aktivista. Unë nuk po them që s'keni pas. Që edhe që investimi që e keni bo, është disproporcionalisht. Ajo është e para, e dyta... A ne ke mod investime, se prapi tu bo dezinformim. Qysh kupet, a ke mod investime. Ajo që ka shihet... Në mision për dezinformim ti i tu dezinformu. A ke mod investime në LDK-s. A mundesh mi qëtë fotografit e një tubimit të LDK-s edhe një tubimit vetëvendosis. Ti tu thonë ato kushtojnë edhe kanë kalu shifë. Jo, s'ka, unë e kanë kalu shifrën, ato ti po marrë. Qysh pedin ti që ka pas shpenzime? Ato që ka keni pas ju, që ka është po, është pas i një pi fushatave ma të shtrejta në ne. Për kojna është po? Prej krejtve.
Kush janë krejt krejt? opinioni publik i Kush cili janë mundet krejt? me vlerësu. Ti a shkon në një dasëm edhe e vren a është dasma ma e lira ma e shtrejt, për arsye se çka të shërbehet. Imagjinaj, Edhe është ato- e krahasu me dorsëm, fushatën zgjedhur, po ta fal mos e shkon- krahasu se me Falni, dorsëm. ka që kemi ko. Një sqarimit. Një fjali... Domethënë, kemi synu me matë sa ka kushtu fushata, Po. dhe përpos dhonave të metës, të cilat janë publike dhe me një klik i gjen, e ku krejt partitë Metës politike, o Facebooku i bë. Facebooku edhe Instagrami, ku krejt partitë kanë sponsorizu, domethënë Sa parë në harxhu në diku Facebook? rreth 400.000 euro në harxhu në Facebook për me shpërndar reklama për partitë politike, për të këtë E prej partitë politike. tyre cila është e Tash, para? është problem me e nxjerr cila është e para, për shkak se është investuar në profile të ndryshme, pra krejt kandidatë. profile kanë kandidatëve. Po, edhe ka kandidat, po shihet që kanë investu bukur shumë partitë politike. Në anën tjetër. Po është normale, partitë s'ka politike, gazeta, mo. po du me- Qa ty kanë me- mishti, me pare, konstatu. të Facebook? Ju kemi dërgu kërkesa për çështje në dokumente publike krejt partive me nai Po. shpërfaq me i bë transparente sa pari kanë harxhu. Asnjëna nuk ne kanë dhënë. Pra as vetë Tash ato janë vendosja. dokumentet as, KQZ-s, ato janë dokumentet zyrtare. Dokumentet zyrtare jepen për Po partia ka obligim me Jemi i për te raportuar. partia kohës. nuk ka Fal. dhënë përgjigje. Pra Kreshnik, nuk janë jemi për transparente. te kohës, ka që kemi kohë për sonte, ishte ky debati për ndikimin e dezinformatës në zgjedhje, qindra materiale cilat janë të pavërteta vazhdojnë me qarkullu edhe është pothuajse pa mundun me i nal të gjitha. Prandaj, krejt që amunën ju me bo si qytetar është mos me ju besu, ma rëndësishme është edhe të lutëm mos me shpërnda, mos u bëni bashkë shpërndarës të dezinformatës. Ju nuk duhet me qenë shpërndarës të dezinformatave, të fushatave që në esencë e kanë brenda të në rënën. Raporti jonë është online në gjuhën angleze, për një javë do del edhe në gjuhën shqipe, do me thonë raport i 4.000 artikujve të analizum edhe 20 televizioneve, debateve televizive në 20 televizione të cilat janë përmbledhë në këtë raport, mundeni për një javë me pa në gjuhën shqipe. Vazhdoni edhe neve me na raportu, sepse ne jemi, do me thonë, fact-checkerat apo vërtetusit e fakteve në TikTok edhe në Facebook, nëse ju na alarmoni neve, ne muj me vërtetu qatë lajmë. Vazhdoni me na qunë kallzo.com këto lajme të pavërteta që ju mendoni që janë pavërteta që i shini në këto rrjete sociale, ka që kemi për sonte, natën e mirë.